përshëndetje goca, mirë se keni ardhur në një tjetër vlog këtu në kanalin tim. Sot është e premte, edhe sa do zjasë ky vlogu, unë nuk e di se ndonjëherë nuk arrita bëj një javë të tërë, bëj disa ditë, se nuk dua ta zjas shumë. Gjithsesi, unë jam Romilda, për ju që nuk më njihni, nuk e di a thash apo jo. Nga vlogu i fundit që kam postuar ka qenë zori me temperaturë dhe është akoma, do me thënë, nga dje i bie, se unë se di kur sa postoj këtë vlogun, i kam bërë pak lemsh, për nejse. Edhe ka akoma temperaturë, nuk e di si do shkoj kjo gjë, por sa po i mbaron ai 6 orarshi i dozës, do me thënë që unë i jap të paracetamolit ose të këdi unë ilaçit që i jap, do me thënë, asaj i ngrihet prap temperatura. Gjithsesi, tani është ora 11:30, uroj që kjo gjë të kaloj sa më shpejt se nuk pas ka gjë më të keqe. Mbrëm zoj ka qenë prap ashtu edhe pa qef, përveç kësaj është zgjuar në orën 2 apo 2:30, sa ka qenë, 3, diçka e tillë deri në orën 6, domethënë 3 orë të mira kemi qenë zgjuar. E kam nxjerr këtej nga dhoma e ndenjës, që të rrinte se edhe qante nuk kishte siklet, kemi qenë zgjuar. I kam vendosur muzikë, tu pa muzik me kuklla. Unë i vendosoj ndonjëherë, kështu që mos më gjykoni, por s'kam çat bëj. Ndonjëherë nuk e ndonjëherë se çfarë ti bësh. Dhe pastaj në orën 6 e zori gjumi, u zgjua në orën 9 dhe tani isha sërish për ta vendosur në gjumë, por nuk donte. Gjithsesi unë tani do gatuaj, këtu është për çik rrëmoj, mos e vini re, sepse janë edhe ato paketat, do me thënë që më kanë ardhur. Dhe prandaj janë është rrëmoj, duhet që t'i hedh, por nuk kam dalë që t'i hedh akoma. Kjo kamera e ngreta shumë, du të riktu. Tani, unë sot goca jam duke do bëj qofte, të themi, me perime. Me spinaq, me qenë se kam marrë spinaq edhe nuk dua që të më prishet, se spinaq e dini ju, nuk është se rron shumë. Do bëj qofte me spinaq dhe me patate. Tani, si do ta bëj do thoni juve. Do ta bëjmë bashkë, do a tregoj edhe juve, e dini ju tani këtë. Unë kam ndarë veç 300 gram spinaq që kam këtu, i kam të lara dhe i lash që të kullonin. Tani do t'i gri pak që mos t'i hedh kështu komplete, për arsyesh kaq të mëdhaja. Me mama, do t'i gri pak sa për të ndarë nga njëra tjetra. Sa për të ndarë do me thënë një. Dhe kam vendosur edhe 3 kokra patate që të zjejnë. I kam vend të grira, të qeruara, të pastruara patatet. Qa ka zoj? Do bëjmë mami kështu qofte. Do bëjmë me perime, do hanzoj me patate, me spinaq. O, sa gjëra do bëjmë mamit mira për zojin. Do t'i hangoca mamit. Tani po e grim spinaqin goca. Edhe tjetë gati, do me thënë aty. Unë nuk do ta skuq më përpara apo diçka, se spinaqi është çik do edhe bëhet kollaj. Edhe mund ta skuqni, por unë gjithmonë spinaqin kur e gatuaj, e bëj kështu. Goca, po vazhdojmë me bërjen e qofteve. I kam hedhur këtu spinaqin që griva, këtu kam majdanoz, qep edhe një thelpi hurdhër. Mirë të ishte 2, por me qenë se unë do t'jap edhe zojt, kam frikë se mos i qëllon ndonjë ngoja dhe ja prisha të shijen. Duhet një qep, në fakt, po unë kam grirë 2 të vogla. Dhe tani do i hedhim, do i bashkojmë këtu. Erëzat si mas dëshirës, nuk ka ndonjë gjë. I hedhim këtu. Tani, do marrim bukën e thekur dhe unë vezën nuk doja hedh këtë radha të brenda, pasi kur t'i skuq, dua që t'i skuq me vezë, do me thënë, t'i formoj topat vogla, do t'i lyej në miell edhe në vezë që të skuqen, që do me thënë, ta marrin atë formën më mirë, të ngjiten me njëra tjetrën më mirë. Edhe pse do t'i hedh bukë të grirë, do t'i hedh krip, edhe t'i hedh pak rigon. Patatet janë duke u bërë, këto gjërat kështu do me thënë. Edhe 2 lugë miell që të bëj lidhjen, do ta shikoj se si do jetë. Ç'a don ti? Edhe t'jap mami.
Goca, patatet u zjen, edhe tani unë do t'i shtyp me këte, edhe u ftohen këto, se ila ashtu që të ftohen, dhe t'i shtyp me këte, që t'i ke më kollaj kur t'i përzjej aty brenda me spinaqin. Ja. E shtypa këtu se ka më shumë hapësirë se në një pjatë. Do bëhen goxhame se shofun aty, por s'ka problem, lër t'jen. Këto mund t'i lesh në frigorifer edhe t'i mbash edhe sikur mos t'hahen të gjitha sot. I ha nesër, i le në frigorifer edhe i ngrof, se të mira do bëhen, mendoj. Me perime, kështu që ku ka më mirë. Ha me mama, i zoj, qa kërkon? Tani do t'i përzjejmë bashk me spinaqin, do t'i hedh këtu goca. Ti? Zoj, nuk dhe shikosh lepulushat? Goca. Atere, shikojni si i kam bërë. I bërë edhe kështu do me thënë si topa. Si topa? Si, hajti dash një formë. Ndoshta nuk është forma me mire mundshme, por dhe po nëzitoj se nga Zoji. Tani, këtu jam duke rrahur 2 kokra vezë. Nuk po i hedh krip, se dua që ta provoj një, ta skuq nëse ka krip. Nëse nuk ka, do i hedh këtu krip në mënyrë që ta marrin kur të skuqen. Këtu ta rrajmë vezën mirë, edhe aty do hedhim miell misri. Unë gjithmonë me miell misri, do me thënë, nëse skuq këto gjërat, kështu që i bëj me vezë. Ndërkohë kam vendosur edhe vajin e ullirit që të nxehet. Jam bërë rejen aty, po do t'i fus gjitha lavastovilje. Okej, tani po marron dhe ky, duhet marrë një të turku. Besoj se mjafton. Këtë procesin e dini, nuk është se është ndonjë gjë e jashtë zakonshme. Ti le pak këto kështu, edhe ja afroj këtu afër skuqjes, do me thënë ku kam këtë tiganin, në mënyrë që, e ktheva që kamerën lartë shumë, por s'ka gjë, në mënyrë që ta kem afër të vendos këtë. Tani, do marrë një tek që ta provoj një herë. Shikojni? Baza është spinaqi, kështu që prandaj ka më shumë spinaq. Patatja më shumë për ta lidhur, ja? Tani do ta vendosim tek veza, vetëm një në fillim, që të shikoj, e thash edhe një herë, kripën. Opala. E dini qa goca, unë këtë video në sot, po mendoj ta bëj një vlog vetëm për një ditë, se ndonjëherë edhe nuk postojmë neve ato javoret. Jo, nuk postojmë, pa harrojmë. Unë e vura. Marrë një letër që ta kem përfshirë që gëduar. Se i keni parasysh kur në kap ata, kap këtë behen ato duart. Okej, e futa një këtu. Ku kam kapakun? Kam kapakun këtu. Dhe tani ta lëm këtu të skuqet kjo, vetëm për të parë për kripën, se tek vlogu që ju tregova ato qoftet që bëra me çaj bëra unë ato, s'po më kujtohet tani, herën e fundit. Donin edhe pak krip, kur i provoj lirin pa donin edhe pak krip, edhe prandaj thash, okej, këta do ta bëjmë ndryshe. Kështu goca. Tani, t'i skuqun këto një nga një të gjitha, jo një nga një, do i skuq gjitha së bashku, edhe të shkojmë pasaj se qa do bëjmë, por sot jemi gjithë ditën në shtëpi në ruajtje të Zojit. Të shohim Zojin se si do jetë gjatë ditës. Tani e pash nuk ka temperaturë shqyr.
Ora është 12:30. Po mendoja thash t'i skuq këto, t'i le këto gati edhe pastaj të shkoj të tentoj ta vendos prap Zorin në gjumë. Po të bëj këto njërë se kam hallu mos më vjen edhe Iliri nga puna për të ngrënë drek se do vinë në shtëpi, tha. Sa është afër këtu, kështu që kështu. Do shifemi prap. Mirë. Mele mama? Bravo Zoi mamit. Han sup goca mamit. Dhe haj qik sup Zoi. Bravo dashuri. Kërmili. Zoi po ha sup. Bravo. Zoi po ha sup me makalona. Ta ha mami gojën e vogël ty më drita mamit veti e ti. E bukura ime. Topi Zoit? E ka Zoi topi. Oh. Topi Zoit. Oh, bravo e oli goqa. Hape gojën? Bravo goqa mami ti. Shpirtin. Do t'haj ty. Goca. Të ngrej pa kamerën. Po jap qik Zoi drek. Se është ora 1 edhe akoma nuk kam mbaruar me qoftet. Por Zoit po jap pak sup me makarona të vogla. I ka i klengu, por s'ka gjë. E lgjove o mam. S'ka gjë se regulon mami. O jeta ime. Ja kam bërë fakt që mbrëm këte makaronat vogla me kungull të kuq edhe me karota. Po më drita ime. E regulon mami atë. Hajde ha buka ti. Ti ha to kam të vogla. Bravo dashuri. Edhe ja kam bërë që mbrëm edhe thash okej, po jap edhe sot. Unë nuk jam nga ato që çdo ditë i bëj çdo gjë, për shembull, ku diun, dhe si unë ngeli ta hedh. Jo. Tani mundohemi, por që të ri çdo ditë, çdo vakt të gatuajmë, priti çik. Jam e thjesht kur i thon, jo se tjerat nuk janë thjeshta, por nuk e gjen gjë. Kjo është shumë e mirë, supa. E kisha në frigorifer edhe tani e ngrofa edhe po ja jap. Nuk e gjen as edhe një gjë. Se ne si jemi rritur. Se tani kanë dalë dhe këto. Okej, nuk po them o goca se nuk dua që të bëjmë këto debatet tani këtu. Ose unë jam 10 pjesë e mjekësisë kur i thon, edhe për janë ca gjëra që ne si jemi rritur. Shumë mirë jemi rritur. Ja, si top që jam. As si gjë, as si herë s'kam shku në spital. Shqyr, zotit. Dale, mama? Unë i përgëzoj, unë jap dorën atyre nënave që këdi unë. Që janë shumë të kujdesshme në çdo gjë, me thënë drejtë. Por unë nuk jam shumë kështu. Unë nuk e di. Se ndoshta fëmia parë thonë jo po do i rri shumë, do me thënë do kujdesesh, unë kujdesem, por do jesh shumë kështu, jo po këtu, jo po atje, jo po gati për çdo gjë. Normalisht jam gati, por që pse mos disa gjëra që nuk e gjen gjë, nuk e gjen. Hajde mama. Ej, shikon kamerën. Jo ty, jo mama. Hajde ta mami. Hajde do shikojmë qoftet. Zoi, që si e ke bërë këtu, mama? Hajde, kuak. Hajde t'ja mami bukën. Kuak. Bravo. Da ta shi mami që bushën? Përfito sot se si e mirë edhe t'ja mami bukë këtu ty. Ti mistrece. Ri këtu me mami, tate ti tani. Ti e yllë, moj. O yllë dhe imi bukur jeti. Ta t'jak mami bukë. Bravo! Një duar trokitje për Zoi dedën! Qa të pësh? Hajde bukën! Turi! Dhe tu... Opa! Turën Zoit! Dhe mush mami. Ja mas mami, fute këtu blenda. Hajde tu mas mami temperaturën e bukur. Prit! E le veshin e bukur tu.
37.7. Del të veshi tjetër, mama? Prit. Bravo, nuk pas. Jo, më jetë, jo, o drit. E që për mami qik bebelinën e goqësh? Jo, me drita mamit, jo. Pashke. E pashke me mosh qik bebelinën eve. Marin qikuj? E pashke me mosh qik bebelinën. Hajde ta ndron mami. Ta lan mami byqen e bukur. Andiamo a corrisi, Zoe. Andiamo a corrisi, mami. Bile mami të korrigje. Mas mami temperaturën pra? Dele veshi? Ti e goqe bukur. Bravo, ti do atë kitje për Zoe i dede. Dele të veshi tjetër? Jet. Bravo mama, s'ka temperaturë tani. Bravo jeta ime vogël. Hajde. Hajde mami ti. Bravo. Hej, goca, përshëndetje prapë. Kam dalë këtu jashtë se po ndej pak robat, me qenë se Iliri erdhi të po manzojnë. Edhe unë po përfitoj të ndej robet që u lanë dhe nuk kam filmuar më për tani, mas dite do me thënë, se jo kam qenë telefonat me mamin, me motrën, me hallën edhe Zojnë nga ora 5 që? 5 ishte ora më duket. Po, nga ora 5 u zgjua Zoj. U zgjua mirë të themi, jo 5, jo. Apo 5, atëherë u zgjua. Nejse, u zgjua mirë, por që për një gjysë ore prapë i hipi temperatura edhe u detyrova i dhash prapë shërup. Nuk e di njerëz, nuk e di si të shkoj sonte nata, por shpresojmë që të shkoj mirë. Edhe ora tani është 7:30, diçka e tillë, 8, besoj do e këtë shku. 7:28. Edhe Zoi tani unë duhet ta vë në gjumë, por se di që atë bëj, ata vën gjumë, ata ledhe pak, që ta kem në kontrol, sepse kur e vën gjumën, ajo nuk dua ta zgjoj, se ta prekësh pak të balli, ajo zgjohet. Ka gjumin, domethënë, duhet ta lodh edhe pak, ndoshta, se nuk dua ta bëj si mbram që u çu edhe se zinte gjumi. Nuk dua ta bëj ashtu. Nuk e di. Gjithsesi, të ndej këto robet unë tani këtu, kam për të hekurosur robet të tjera pastaj, dhe kështu njerëz, darka është gati, sepse ato qoftet që bëra, harrova t'ju thoja, kishin dalë shumë super të mira, shumë të mira, sinqerisht, nëse dëshironi goca, i bëni sepse o Zot. Dhe ka koma aty, unë nuk do ha, se unë nuk para ha ka zhvon, se edhe drekën e hengëm pak von, kështu që jam okej. Mendoj se Iliri ato do ha, i qik salat aty, me pak
salcë që kam bërë me kos grek, me kastraveca, si zazishi paka shumë. Dhe kaq do jetë darka. Duhet të ndej këto shpejt edhe me zojën pastaj. Bosa për shaka i fëmija lartë në kanë ardhë komshin, se s'kam pas komshi, u bëja 2 muaj, 3 muaj që kemi komshi. Edhe ka 2 fëmija jo, një të vogël, që mund ta ketë pak më të madhe se Zoj, më të vogël më falni, edhe një tjetër që është më e madhe se Zoj. Po shaka i fëmija. Kështu njerëz, kështu. Për sonte nuk po veme robe për sonte, so vajti vonë tani të ve lavatriqen. Sa unë se ve lavatriqen momentin që është Zoj në gjumë, pasi është aty afer. Muri ndan dhe këtu në Gjermani gjohen shumë, do me thënë, njërit dhomat nga njëra tjetra. Barova, indeva. Okej. Ka që ishte kjo, tani ikim, shikojmë që do bëjmë me Zojin. Qupe goca, dale, opala, dale, oj cici vogël, hajde të mami, opa goca ime, dale, o të hate, do të ha mami cicin e vogël fare të Zojde, dale, opa, bravo goca mamit, do shikojmë temperaturën, do shikojmë qik temperaturën me mami, do ta masi mami, lere njërë këtu, pastaj ta marrë, prit njërë. Po, dale, prit mama, e ka Zoj kremi, po, ka Zoj, i ka Zoj të gjitha, dale mama, prit vesh mami njërë, qa, prit vesh një mami ty, dale vesh mami gocin se ftofet pas e Zoj, mirë, prit, do pastroj mami veshin, do pastroj Zoj veshin mami. Dhe pastrem Zojit veshat. Vesh mami robet e gjumit. Prit vesh mami robet e gjumit. Prit njërë. Ta e mami pastaj ata. Prit. Se vajti ora. Ora 8:30. Shikon mama? Oj dashuri, o zoti ma. Inshallah nuk e temperatur me mama. O jeta ime vogël. Dale, merë dore mami? Jo. Ka mami zemër mëj? Kush është atje? Është Zoj vogël atje? Po, është Zoj vogël? Kur ka lindur Zoj? Është Zoj vogël të shpitali, kur ka lindur goca? Kur ka lindur dashuria mamit vet? Ata shi mami dhe qik flokët. Këto flokët e tua të bukra moj. Unë maroj për këto flokët e tua moj. Shtruqik ka rëgulloj mami dhe këta. Dhe të rëgulloj mami badin. Të pastroj mami veshët.
Mirë dashuri? Me zemra mami ti. O lullim i bukur. Po pse e ka që bukur ti, moj? Ti e shumë e bukur, Zoe. Të do mami shumë. Ta ti pastron mami veshin tani? O jeta ime vogël ti. Tale veshi tjetër? Bravo, goqa mamit. Tale? Bravo. Ku e kemi tjetërin? Tale veshi tjetër? Tale, kthe kokën a ne? Ti e dritë, moj. Tale, ele pak. Bravo, dashuri. Tani do masim qik temperaturën. Ta mash mami qik temperaturën ty. E do të kus mami të thesi. Edhe pasaj gjumë. Mirë. Do flej Zoe. Se e shlo lull. Tale veshi jo t'i bukur. Bravo, 37.1. Bravo! Tale tjetëri, ta masim edhe të tjetëri. Tale, të veshi tjetër i vogël. Bravo, 37.1. Bravo, Zoe. Ura, goca mami. Kur Zoe? Oh, se marova për ty. Maroj për ty unë. Unë për ty maroj fare. Do gjumë, mama. Kush qiqi Zoe? Do pi Zoe qiqin qik? Zoe do pi qik qiqin të mami. Këta do të qëmë të banja. Pastaj, të talem këtu. Tani jemi gati për Nina nana me Zoe. Hajde të mami jo të ty. Hajde të mami. Hajde ikim të flem Nina tani. Hajde fikim dritën. Hajde fikim dritën tani.